Diplomacia amerikane rikthehet në tryezën e negociatave për Libanin, ndërsa tensionet mes Izraelit dhe Hezbollahut vijojnë të mbajnë të brisht situatën në rajon. Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se raundi i radhës i bisedimeve Izrael-Liban do të zhvillohet në Rom në fillim të muajit shtator, në ndërmjetësimin e Washingtonit. Bisedimet synojnë të çojnë përpara përpjekjet për një zgjidhje më të qëndrueshme të konfliktit dhe për të garantuar që territori libanez të jetë nën kontrollin e institucioneve shtetërore. Një nga çështjet kryesore në tryezë mbetet zgjerimi i zonave pilot në jug të Libanit, ku ushtria libaneze pritet të ketë kontroll ekskluziv. Por rruga drejt një marrëveshjeje mbetet e vështirë. Hezbollah, grupi armatosur i mbështetur nga Irani, kundërshton përpjekjet që lidhen me çarmatimin e tij, ndërsa Tel Avivi vazhdon të argumentojë se prania dhe aktiviteti i grupit përbëjnë kërcënim për sigurinë e tij. Shtetet e Bashkuara thonë se pavarësisht pengesave, procesi diplomatik po ecën në një drejtim pozitiv. Në sfondin e kësaj përplasjeje qëndron edhe marrëdhënia e tensionuar mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani e konsideron Hezbollahun një pjesë të rëndësishme të rrjetit të tij rajonal të aleatëve, ndërsa administrata amerikane kërkon të kufizojë ndikimin iranian në Liban dhe më gjerë në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump ka mbajtur një qëndrim të ashpër ndaj Teheranit, duke i përshkruar iranianët si negociator të vështirë dhe të pabesueshëm. Deklaratat e tij tregojnë se krahas përpjekjeve diplomatike, Washingtoni nuk ka hequr dorë nga presioni ndaj Iranit. Kështu, takimi i shtatorit në Rom pritet të jetë një tjetër test për diplomacinë amerikane dhe për mundësinë e vendosjes së një ekuilibri të ri në Liban. Në një kohë kur çdo përshkallëzim mes Izraelit dhe Hezbollahut rrezikon të zgjerojë edhe më tej konfliktin në lindjen e mesme.